ndërkohë që tani do të shkojmë tek parashikimi i motit për të parë së bashku se si paraqiten kushtet e motit në të gjitha qytetet e vendit, mëtej edhe në rajon. Patjetër që do të nisim me kryeqytetin, aty ku duket se dita e sotme do të jetë me diell, me temperatura që shkojnë nga 4 gradë minimalja në 18 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Dhe nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira dhe temperatura që shkojnë nga 3 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri përgjatë orareve të mesditës. Për të vijuar me qytetin bregdetar të Durrësit e për të parë së bashku që gjatë kësaj të premteje, por edhe nesër në ditën e shtunë të kësaj jave do të kemi një alternim të kthjellimeve dhe vranësirave. Sa ka i përket temperaturave, në Durrës ato do të arrijnë ditën e sotme nga 8 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket qytetit bregdetar të Durrësit, ne ndalim mëtej në Elbasan. Dhe shohim që në Elbasan sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira. Mund të flasim se ditën e nesërme do të ketë një prezencë më të lartë pikërisht të vranësirave, ndërkaq që temperaturat shfaqen një qëndrueshmëri nga sot nesër. Konkretisht, 3 gradë minimalja ditën e sotme, 17 gradë temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 1 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrojë përgjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket edhe qytetit të Elbasanit, ne ndalim mëtej në qytetin e Fierit për të parë së bashku, që në fakt dita sot do të sjellë kthjellime dhe vranësira të alternuara të dyja me njëra tjetrën dhe temperatura që shkojnë nga 6 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri, e nesër mjashtë, po ashtu mes kthjellimesh dhe vranësirash dhe temperaturat do të jenë pak më të ulta në raport me ditën e sotme. 2 gradë më poshtë se sa dita e sotme kur i referohemi temperaturës minimale dhe vetëm një lëvizje me 1 gradë në temperaturën maksimale. 4 gradë mëngjesi, 16 gradë temperatura maksimale që regjistrohet ditën e nesërme në të shtunën e kësaj jave, 20 dhjetor në qytetin e Fierit. Për të zhvendosur mëtej në qytetin e Beratit, aty ku po ashtu, sikurse e dallojmë lehtësisht edhe prej grafikës së paraqitur në Leduoll në këto momente, sot dhe nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira. Sa ka i përket temperaturave, ato do të arrijnë ditën e sotme nga 4 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Kjo situata e kushteve të motit dhe temperaturave edhe në qytetin e Beratit, ne do të ndalemi tashmë në vijim në Korçë. Në Korçë shohim që dita sot ka nisur me minus 1 gradë temperatura minimale e regjistruar në mëngjes dhe ndjerë patjetër nga ata që ka nisur ditën herët dhe 11 gradë Celsius do të jetë më e larta që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Sa i përket mëtej kushteve të motit do të kemi një alternim të kthjellimeve dhe vranësirave, që mëtej ditën e nesërme do t'i lënë vendin vetëm vranësirave. Pra dita do të jetë totalisht gri, parë sheshi u vlen për të përmendur, ndërkohë që temperaturat nesër do të shkojnë nga 0 gradë minimalja në 9 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri përgjatë orareve të mesditës edhe në këtë qytet të Shqipërisë. Për të vijuar mëtej me qytetin bregdetar të Vlorës, aty ku shohim se sot dhe nesër, pra në këtë të premte, por edhe nesër në të shtunën e kësaj jave, do të kemi një alternim të kthjellimeve dhe vranësirave. Sa i përket mëtej temperaturave, ato shfaqen një qëndrueshmëri nga njëra ditë në tjetrën, patjetër me lëvizje shumë të vogla. Konkretisht, ditën e sotme temperatura do të shkojnë nga 7 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 6 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Kështu që le të themi janë temperatura të qëndrueshme, mjaftueshëm të larta për këtë stin ku ne ndodhemi dhe mjaft që ta shijojmë dhe ta shohim ditën me pozitivitet për te kushteve të motit. Për të ndalur në vijim nga qyteti i Vlorës në Gjirokastër, kthjellime dhe vranësira do të sjellë dita sot me temperatura që shkojnë nga 3 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër
do të kemi një ditë gri, pa diell, por vetëm me vranësira, lajmi mirë se nuk ka reshe shiu. Temperaturat do të shkojnë nga 3 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius më e larta, që regjistrohet pikërisht për gjatë orareve të mesditës, e çka përkon edhe me temperaturën më të lartë që do të regjistrohet në qytetin e Gjirokastrës për gjatë ditës së nesërme. Për të vijuar më tej me Sarandën. Saranda, një tjetër qytet bregdetar i Shqipërisë, në të cilin, me sa duket, fundjava nuk do t'jetë fort e favorshme. Duke nisur që nga kjo e premte, e cila do të përcillet nga vranësirat për gjatë gjithë ditës dhe temperatura do të shkojnë nga 6 gradë minimalja në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri, ndërkohë që dita e nesërme do të vijojë po njëjtë me vranësira, por ndoshta më pak prezente se sa dita e sotme. Temperatura do të shkojnë nga 7 gradë në orët e para të ditës në 14 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri ditën e nesërme në qytetin bregdetar të Sarandës. Megjithatë, mos lejoni që këto kushtet ju ndikojnë tek humori. E dim që shpesh moti na bën emocional, por siç ua them, çdo mëngjes nuk do lodhem duke ua thënë deri në fund. Jemi ne që bëjmë ditën dhe jo dita që na bën ne. Kështu që kalojmë me njëherë tani tek zonat veriore të Shqipërisë në disa prej qyteteve, duke nisur me Tropojën. Në Tropojë sot kemi kthjellime dhe vranësira, të cilat alternohen me njëra tjetrën dhe temperaturat do të shkojnë nga 3 gradë në orët e para të ditës, me të cilat ka nisur ky mëngjes në 13 gradë Celsius më e larta që regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Ndërkohë që dita nesër po ashtu është një kombinim, një alternim mes kthjellimeve dhe vranësirave, me një prezencë më të ulët në raport me ditën e sotme dhe temperaturat, le të themi, pësojnë një ulje që ndihet tek temperaturat maksimale, sepse mëngjesi nis njëjtë me 3 gradë në orët e para të ditës dhe arrin temperatura maksimale 11 gradë Celsius, 2 gradë më poshtë se sa dita e sotme. Kjo sa i përket Tropojës, ne do të zhvendosemi më tej në qytetin e Pukës. Në Pukë sot dhe nesër kemi diell, një diell pak i zbet, por është gjithmonë i mirëpritur aq më tepër në këtë stin të vitit. Sa i përket më tej temperaturave, ato do të shkojnë ditën e sotme nga 3 gradë minimalja në 13 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 3 gradë në orët e para të ditës në 12 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Me sa duket, Puka është nga ato qytete që gjatë kësaj të premte, por edhe nesër në të shtunën e kësaj jave do t'i favorizojë të gjithë qytetarët që jetojnë dhe veprojnë aty për të shijuar këto ditë të fundit të vitit, sepse mos ta harrojmë që gradualisht jemi duke ju afruar ditëve të fundit të vitit, edhe pse duket e frikshme se sa shpejt ecën dhjetori. Por deri tani me temperaturat dhe kushtet e motit, le të themi ka treguar qëndrueshmëri dhe na ka llastuar në një lloj forme. Për të ndalur në qytetin e Radhës tashmë, do të shkojmë në Kukës sot shohim se dita do të jetë plot diell me temperatura që shkojnë nga 1 gradë minimalja në 13 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër do të kemi një alternim të kthjellimeve dhe vranësirave. Temperaturat do të shkojnë nga 1 gradë minimalja në 9 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Për të vazhduar edhe për të shkuar në qytetin e Radhës tashmë, ndalemi në Peshkopi, edhe në Peshkopi gjatë kësaj të premteje do të kemi një ditë me diell, me temperatura që nisin nga -1 gradë minimalja dhe arrin maksimalja në 12 gradë Celsius dhe nesër kemi edhe prezencë të vranësirave, megjithatë jo një prezencë të lartë dhe shqetësuese. Temperaturat sa kaq do të shkojnë nga -1 gradë në orët e para të ditës në 11 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo duket jetë situata e kushteve të motit në qytetin e Peshkopis. Ne zhvendosemi më tej në qytetin e Radhës, do të ndalemi në Shkodër, në Shkodrën e bukur që me sa duket, sikurse ne dallojmë prej grafikës, ditën sot do ta kemë mes vranësirave dhe kthjellimeve. Dhe temperatura do të shkojnë nga 5 gradë në orët e para të ditës në 16 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Sa kaq dita e nesërme do të sjellë vetëm diell me temperatura të cilat qëndrojnë të njëjta. 5 gradë në mëngjes herët dhe 16 gradë shënon në termometri temperaturën më të lartë që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Për të zhvendosur në Lezhë tashmë,
Dhe për të parë së bashku që dita sot sjell kthjellime dhe vranësira. Kur I referohemi vranësirave, po flasim jo për një prezencë të lartë të tyre. Temperaturat shkojnë nga 6 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që dita e nesërme do të jetë me diell, ai dielli pak I zym, pak I mbytur nëse mund ta quajmë kështu, me temperatura që shkojnë nga 6 gradë minimalja në 17 gradë Celsius, që do të jetë edhe më e larta që do të regjistrojë termometri. Nuk ka ndryshim në temperatura nga sot nesër. Dhe me lezhën e përfundojmë me qytetet e vendit për të ndalur tani në rajone për të parë së bashku se si do të jetë dita sa I përket kushteve të motit, por një herazi edhe temperaturave në qytetin e Shkupit. Do ta shohim së bashku që në fakt Shkupi e nis ditën me -2 gradë mëngjesin e sotëm dhe më e larta që regjistrohet si temperaturë do të jetë 8 gradë Celsius. Kushtet e motit janë një alternim mes kthjellimeve dhe vranësirave. Sa kaq dita e nesërme vijon me minus, por në këtë rast -1 gradë do të shënoj termometri në orët e para të ditës dhe 7 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Dita do të jetë me diell, ndërkohë që ndalemi tashmë në Prishtinë. Për Kosovën e dim se janë paralajmëruar temperatura tepër të ulta në ditët në vijim, kanë thënë ekspertët edhe meteorologët se priten temperatura që do të shkojnë gati në -20 gradë, megjithatë deri më tani duket se ende nuk kemi kaluar në një situatë kritike. Shohim që dita sot është një alternim I kthjellimeve dhe vranësirave me temperatura që shkojnë nga -1 gradë në orët e para të ditës në 8 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës dhe sa kaq dita nesër do të jetë me diell me temperatura që shkojnë nga -2 gradë në 7 gradë Celsius maksimalja. Kemi një rënje të lehtë të temperaturave nga sot nesër. Për të zhvendosur nga Prishtina në Milano. E për të parë së bashku që sot dhe nesër, pra gjatë kësaj të premteje dhe nesër në ditën e parë të fundjavës, do të kemi kthjellime dhe vranësira. Prezenca është më e lartë ditën e sotme sa I përket vranësirave, ndërkaq që temperatura do të shkojnë nga 6 gradë në 11 gradë Celsius maksimalja që shënon termometri përgjatë kësaj të premteje dhe nesër nisin me 5 gradë në orët e para të ditës dhe arrin 11 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Kjo sa I përket edhe Milanos në këtë të premte dhe të shtunë. Për të zhvendosur më tej në Bruksel, aty ku sot dhe nesër kemi në fakt reshje shiu që vinë së pari me një intensitet mesatar dhe arrin deri në një intensitet të lartë. Temperatura do të shkojnë ditën e sotme nga 5 gradë minimalja në 12 gradë Celsius më e larta, që do të regjistrohet dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 9 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Me sa duket, kjo fundjavë nuk do t'i favorizojë as pak ata që jetojnë dhe veprojnë aty, sepse do të ketë reshje shiu, edhe pse është një nga ato vende ku reshjet e shiut janë tashmë më së zakonshme, kështu që mado mendja edhe ata që jetojnë janë mësuar edhe janë përshtatur. Aftësia më e madhe e njeriut është që të përshtatet dhe kjo duket të jetë ajo çfarë e ka mbajtur ndër vite me radhë. Kështu që mado mendja edhe ata qytetarë që jetojnë aty janë përshtatur. Edhe në Paris, në fakt, me sa duket, dita sot dhe nesër do të jetë me reshje shiu me një intensitet mesatar deri në të lartë. Sa I përket temperaturave, sot shkojnë nga 7 gradë minimalja në 12 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 10 gradë Celsius më e larta që regjistrohet përgjatë orareve të mesditës. Për ta mbyllur me parashikimin e motit do të ndalemi në New York. Shohim që sot kemi kthjellime dhe vranësira me temperatura që shkojnë nga 8 gradë në orët e para të ditës në 9 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës që përkon edhe me temperaturën maksimale që do të regjistrohet në këtë qytet, ndërkohë që dita e nesërme do të sjell reshje shiu me një intensitet mesatar me temperatura që shkojnë nga -1 gradë në mëngjes herët në 14 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Dhe me New Yorkun e mbyllim edhe parashikimin e motit.